Policia rrugore e Shkodrës zgjendjet e pranishme 24 orë të gjitha akset rrugore me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe garantimin e sigurisë rrugore. Akset monitorohen pa ndërprerje me pajisjeve logjistikës bashkëkohore, të loguara të paloguara me qëllim menaxhimin e trafikut dhe evidentimin e shkeljeve që janë bërim aksidenti apo që bën pengesë për qarkullimin. Gjatë këtij muaji janë arrestuar 6 drejtues mjetesh dhe janë proceduar penalisht 12 të tjerë për vetë penale, drejtimi i mjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, si edhe në vendosur gjithsej 4907 masa administrative për shkelje ndryshme të kodit rrugor, konkretisht 307 masa për mosvënien rripit sigurimit, 182 masa për mosvënien kaskës mbrojtëse, 50 masa për përdorimin e celullarit gjatë drejtimit të mjetit, 55 masa për drejtimin në efektin e alkoolit, 45 masa për xhamat e errësuar, 59 masa për parkalimet gabuara, 1857 masa për ndalim apo qendrim gabuar, 228 masa për mosvënien për parështje këmbësorëve, si edhe 1756 masa për shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontrolli nga policia rrugore do të vijojë në gjitha akset rrugore, urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur të gjitha mjetet bashkëkohore logjistike me qëllim për mbushjen e parametrave të sigurisë rrugore, njofton policia.